kanë lindur prej dashurisë. Dhe dashuria ka lindur prej poetëve. Dashuria është tempulli i botës, thot poeti Xhevair Spaiu. Dashuria është e dukshmja që shihet në dritën e të dashuruarit. Dashuria është burg dhe pranga. Dashuria është kopësht dhe trëndafila dhe liri. Dashuria është gjithçka. Dije, madhështi, lartësim. Prandaj, vetëm kërkuesit e së vërtetës, e ata që janë të pastër shpirtërisht, e njohin rrugën e dashurisë. Ishin këto citatet të shkëputura nga poeti Xhevair Spaiu dhe poeti persian Rumiu. Por, ç'ne këta dy poet pikërisht në studion tonë. Është e pamundur për distancat, për kohën dhe pozicionin të cilin jemi. Por në fakt, jemi me poetin Albert Abazi, dhe ky është vëllimi i tij i fundit, Ujku i Marsit në internet. Janë pikërisht citatet në fillim të librit të tij, këto që sapo unë theksova pak më parë. Miqtë e emisionit Poetikum, jemi sërish së bashku dhe do të jemi së bashku në minutat në vazhdim, duke shpresuar që të vim tek ju sa më ngrohtë, emocionalisht, duke përcjell tek ju mesazhin e ngrohtë të fjalës poetike. Për të gjithë ju dhe ne së bashku, poeti Albert Abazi. Mirëmbrëma Albert. Mirëmbrëma, mirësojgjeta. Faleminderit për ftesën. Albert, sapo citova pak më parë dy citatet shkëputura nga poeti Xhevair Spaiu dhe poeti persian Rumiu. Në fakt, ende pa e njohur shikuesin me vargjet tuaja, unë nënvizova këto dy citate, këto thënie. Mund më japësh një argument pse ke zgjedhur pikërisht ta dhe pse elementi i dashurisë? Shiko, ai libër që ju keni dorë është në vetvete libri i dashurisë. Dashuria nuk ka nevojë për hyrje, sallone, parathënie, mendime, ajo vepron. Kështu që në vend të parathënies, unë vendosa fjalët e Xhevos dhe të Rumiut. Xhevairi është Gurion, Rumiu Xhevairi i poezisë persiane, i asaj që sot shkëlqen si margaritar, i jetës, i pasërtisë, idealit të dashurisë. Dhe duke marrë shkas nga këto dy kolona, simbolike, sepse janë shumë ndërkohë, unë gjithmonë në jetën time dhe në atë pak krijimtari që kam, si boshtin kryesor të punës time, modeste të krijimit, kam urën e harmonisë, e cila ka dy këmbë. Po s'pati dy këmbë, ajo nuk funksionon, e s'ka se si të funksionoj, që të bëhet kalim për kulturat diverse, apo për ato që janë lineare. Kështu që në fundi dhe në fillim të fillimit, dashuria është e para, dashuria është e fundit. Dashuria është mesazhi i jetës së njeriut. Aq më tepër poetit, aq më tepër i Xhevos nga Vlora dhe nga Persia, aq më tepër i Rumiut persian, vlonjat fjerak shqiptar. Pra, gjithë kozmosin vetvete ka që është një bërtham, një pelg me ujë të kulluar. Të ne do të kuptojmë. Sa imi shumë aq më dhe pak. I dashur Berdi, ju falenderoj për këtë hapje të emisionit dhe për këtë prezantim të shkurtër me shikuesit e televizionit Apollon. Në fakt, që ta njohë më tej shikuesin e televizionit, do t'ja nënçoj atit në një interpretim artistik dy vargje pikërisht me autorësinë tuaj. Prelud për detin, nga poeti Albert Abazi. Ta ndjekim së bashku. Ta dije ti, det i bukur i Vlorës, ka freskon vlorërisht këtë mbrëmje. Shëndet do të ngrije për poetat, do të shteroje deri në çmendje. Nga po Gradeci edhe Saranda të erdhen o det. Nga Lushnja
nga Fieri, nga Vlora, hemisfer Floridi çdo poet. Mjalë nga fjalët tyre për dy version. Takohemi, çmallemi, këndojmë për ty. Ne, shoqëria miqtë e detit. Energji hyjnore shkëmbejmë në sy, kur mbi tryez shtrojmë sinqeritetin. Ti i pret mysafirët si perëndi. Ne i kthejmë krikllat e freskëta të birrës, i mbushim përsëri në valët e tua, të mbushim ty me erën e trëndelinës. Pim e val e këngë e zjarë, e gurgullojmë si ruaza xhevairi. Vargjet për ty burojnë ujvar. E vëmë në kokë kuror me gjethe ulliri. Krijojmë e ndezim diellin si fatos arabi. Ne zogjt e furtunës buzët detit. E ç'është takimi i mbretit me mbretin para takimit të poetit me poetin. Albert, prelud për detin, duke e parë madhështinë, miqësinë, gjithçka që u fal deti. Do doja na jepit pak detaje më shumë rreth kësaj poezie, rreth simbolikës që ju e keni përdorur, rreth elementeve pjesëmarrëse në këtë vargëzim. Deti ju fal miqësinë, të gjithë miqt vinë dhe kthehen për pushimin në Vlorë, ju takoheni. Megjithatë, mua më intrigon fundi i saj. Nuk vlen takimi i mbretit me mbretin sa vlen takimi i poetit me poetin. Kjo më befasoi. Tani, edhe nga ana gjeografike, unë jam shumë afër me detin dhe kam kushit parë. Do me thënë, jam 150 metra larg nga deti dhe përshëndetem në mëngjes, i them shpesh herë unë mëngjes, shpesh herë më thot ai zgjohu, më thot ai mëngjes. Dhe kështu në mbrëmje i shkëmbejmë këto përshëndetje të reciproke. Deti është simbolik e madhe, e gjerë, e thellë. Aq më tepër një det Vlore, ku ka një sfond me ishull, me gadishull, me mal, me ulli të bukur si syri i Nermin Vlora Falaskit, asaj humanistës së shquar, me rrënjë shqiptare që bëri dritë për ne atje në Evropë, e në botën e qytetare. Deti është i bukur si Margarita Xhepa, po deti është i bukur, ka fjalë ta krahasosh detin, të tjerë krahasojnë me atë. Në fundit, deti bën poetin që të lartohet, të bëhet i thellë i gjerë, më i pasur se sa mbreti. Ju e keni provuar, jo vetëm poetët, po dhe njerëzit kur vinë në det, aty sikur bëhen më të gjerë, më të çiltër, më të thellë. Më det në të gjitha stinët e tij. Dhe ky fisnikrim i bën ata shumë të pasur. Ndaj them me sinqeritet më të madh që nuk ka më bukur se sa takimi i poetit me poetin aty poshtë detit, ku si meze ne vëmë sinqeritetin e fjalëve që shkëmbejmë njëri tjetrit. Kështu që mbretëritë mundet të stimulojnë, të promovojnë vlerat poetike, sepse dhe në vetvete ato bën më të bukura, më fisnike, më të dobishme për komunitetet e përkatëse. Në fakt, Berti, unë sa po gatisja me trurin tim pak më parë një pyetje që
ç'është deti për ju, pse ka shumë ngacmim, po me sa po shoh e mora përgjigjen paraprakisht sepse gjatë gjithë ligjëratës tuaj mu duk sikur juve poetizuat sërish, përveç atyre vargjeve që unë anunçova tek shikuesi përsëri, juve anunquat metafora pa fund për detin dhe e shoh që keni një adhurim të tejskajshëm duke e njohur atë. Po zemërohet deti kur sillesh keq me të. Zemërohet keq. Kështu që edhe mbreti ka frikë të takohet me detin kur bën faje. Kështu që poeti përsi e ka këtë fat, sepse poeti emeton vetëm dritë diellore. Bërthama e shpirtit poetit e tillë është të gatuar, sepse poezia është produkti më shpirtëror, më i bukur në të gjitha planet që hyjnia fal njeriu në tokë. Dhe ne jemi misionarët e kësaj fisnikërie. E thot një mik i letrave, Zoj Dashi, një shprehje të mirë për poezinë, e quhen stolinë e gushtë të shpirtit, dhe mos gaboj, ky miku im këtë shprehje e përdor te vargjet e zotrisë tuaj, mos gaboj te libri Ikonë e thyer. Unë marr parasysh një poezi tuajnë, më fal Gent, se dola nga skenari jote, edhe unë nuk kam, pavarësisht jam me kolorën, do më falni, unë do ecin qik në linjën time, është një poezi e vogël jotja, metafor. Edhe Zoj, ndoshta duke parë gjithë librin, po dhe këtë poezi e cila përbëhet vetëm nga 2 distiktë, të cilin kam dëshirë ta them për komunitetin jo vetëm letrar, ju shkruani me kup metaforash dehen poetët. Distiku parë, distiku tjetër, e me kupën e drujnë të gjakut, e me kupën e qelqit. Ka koment kjo poezi? Atëhere, kush vezullon për të tjeret ato stolit e gushës së shpirtit, të poezisë, së Gentit, poetet tjerë, mbas edhe të mia, është i lumtur, është fat lum. E kush tymon qymyr, është fat keq, sepse edhe gjallësat e natyrës tymosen, nxihen. Ndaj është kontrasti i prerë, sepse poezia ka edhe atë ndërtimin e saj sintetik që jeton më vetvete, por më vetvete ne nuk kemi zogun kulvi. Duke qenë, para se timi poet në jemi njerëz, jemi qytetarë. Kemi dhe tyre të drejta në komunitet. Mendoj mo po na thonë tjerë që jemi poet, atëherë ti dalë në sot, këti misioni që kemi marrë përsipër. Duhet dashuri, duhet dritë dielli, jo qymyr, jo tym. Kjo kërkohet nga çdo lloj poezie. Ti në periudhat, jemi sot e lirika moderne. Nuk është abstrakte ajo. Është gjithmonë konkrete, e prekshme. Eksistente përballë. Është eksistente, se s'ka se si të funksionojë ndryshe. Nuk bëjmë poezi për poezi. Kujt i vlen kjo? Ndaj duhet shumë vëmendje, nuk e them si për tjerë, sepse kush jam unë në fundit që mund të jap poezi, po nga provoja ime, jam munduar që këto vlera estetike që vijnë nga vlerat njerëzore, sa të ke mundësi të ruaj dhe ti aplikoj në ato vërgëzimet e mia. I dashur Bert, nuk dua ta ndërpres bisedën sepse e shoh entuziazmin dhe do të thoshja që edhe vetë shikuesi pas bisedës dhe pas interpretimit që ju i bët ti koncepti, ndoshta e kupton më mirë dhe këtë entuziazm poetik, këtë përcjellje metaforike të valve të detit, të gjithë tallazeve që ai shkon. Do të doja të shkoja pak më tutje dhe dua të njoh shikuesin e televizionit Apollon me një biografi të shkurtër, të përgatitur me veprimtarinë e poetit Albert Abazi. Shihemi pas pak minutash në studio. Albert Abazaj u lind në fshatin Tërbaç të qytetit të Vlorës më 23 mars të vitit 1960.
Në vitin 1975 ai kryen studimet ushtarake në shkollën Skënderbej dhe 4 vjet më vonë studimet e larta për aviacion me specialitetin pilot. Në vitet 1990 ai mbron degën e filozofisë me një provim pas universitar, por dëshira e tij për arsim nuk shuhet këtu. Ai do të vazhdojë studimet për bibliotekonomi dhe deri në vitin 2011 ku merr diplomën master për antropologji kulturore. Kreativiteti dhe muza e tij letrare do të krijojnë këto vite një seri vepra si Stina e vajzave 1994 poezi, Nat me hën 1996 poezi, Buzëqeshje të grisura 1999, Trëndafili spritet me syrin e një hëne 2004, poezi ku ka bashkautorësinë me poetët Lefter Çipa dhe Bardosh Gaçe. Në vitin 2006 do të dalë me botimin Mërgata e luleve dhe Ujku i Marsit në internet në vitin 2008 dhe 2011. Por jo vetëm në krijimtarinë e tij poetike, ai do të japë një kontribut të çmuar dhe në fushën e monografive me një seri prej 12 titujsh dhe figurash historike, si dhe bashkautor në disa botime antologjish për qytetin e Vlorës. Gjithashtu ai ka në proces botimi bibliografin, botime të pedagogëve të Vlorës nga viti 2006 dhe në vazhdim, publicistik letrare, ese, studime kritike, mendim estetik, monografin e pika historike në luftën e Vlorës dhe të tjera. Poeti Albert Abazi është antar nderi në Akademinë Kulturore Iliria Rom, pjesëmarrës me kuntesa dhe lektor në disa takime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai është fituesi disa çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 2 herë fituesi i çmimit 3 për poezi në rang kombëtar, fituesi çmimit Ali Aslani për librin Mërgata e luleve, që nga viti 1975 arrin në 450 numri artikujve të botuar prej tij në periodikët ditor dhe kulturologjik. Qysh prej viti 2005 është sekretari i lidhjes së shkrimtarëve për qytetin e Vlorës dhe aktualisht drejton shoqat natëdhetare Labëria, si dhe redaktori i gazetës Tërbaçi dhe Çika e Tërbaçit. Krijimtaria artistike e Albert Abazait është e shumëllojshme dhe e larmishme, duke cituar këtu krijimtarinë poetike, monografin, studime e të tjera. Ishte kjo një biografi e shkurtër me krijimtarinë dhe veprimtarinë e poetit Albert Abazi. Pa diskutim që edhe nga titujt e veprave, të cilat sapo i kemi cituar, shohim që krijimtaria e tij është e larmishme, e gjerë dhe e shumëllojshme. Do doja t'ju drejtoja një pyetje, Bert. Pak fjalë për ju në përgjithësi, për aktivitetin tuaj, për ato ngacmimet tuaja të para, për ato ngacmimet poetike ju shqetësojnë, që ju lënë pa gjumë. Unë jam rënjë nga malet e Labërisë, produkti i Tërbaçit, nga 2 prindër të mirë, si ku se çdo njeri që ka prindet ti. Baba im i bëft të dritë shpirti, ka qenë mësuesi i parë. I vetëm që më ka dhënë mësim, por më ka mësuar dhe këngën, më ka mësuar dhe shkrimin e bukur. Ai ishte kthyesi i këngës së Tërbaçit, ai atij grupit famshëm të asaj kohe, dhe unë prej tij mora këngën. Drejtori i shkollës Kujti Mici, autori teksteve të shkëlqyera të këngës së Tërbaçit, sa që Kadareja thoshte, kam ziri të bëj vajtje se Kujti Mici se jam t'i kurva. Kadareja, jo unë e ti. Pra këta kanë qenë mësuesit e parë. Nëna ime e pashtu e cila Ron, nuk kishte shkollën e babait, nuk e ka atë, por vonë ka marrë vesh talentin e saj për këngën. Para disa vitesh, para se të ndodhin ngjarjet, në Tërbaç bëhet një takim me respekti në nderim të 5 majit. Dhe në atë grupin e improvizuar, kur erdhën njerëzit nga Vlora për nderim, ajo mori një këngë lirike. E unë thash, sinqerisht, mos kjo është Tefta Tashko Koço me Neço Mukën në Paris. Ngjarjet të rrodhën morën tjetër drejtim. Unë mbarova klasën e 8 dhe i kam Tiranë. Aty kam bërë shkollën e mesme dhe studimet e larta, por natyra e malësorit, në Pojza,
të jep vetë disa element se brendshmi vijnë ato të një lirie, të një mos druajtje nga të tjerë kushdo qofshin ata. I vogël isha, akoma një mzak, 15 vjeç. Unë shkoj të lidhe shkrimtarëve dhe artiste që atëherë. Ishte gjallë një buburicke vogël, Shevqet Musaraj, një poet jo vetëm humoristik, por një lirik i thellë, i pa njohur sidomos thellësia e mendimit të tij për detin e Vlorës. Krimtari vite para 30. Ai më mësoi mua rimën, asonancën, ritmin. Pa pretenduar se unë mund të bëhesha një ditë poet. Shkrimet e para, ca vjetshurina, për vendlindjen, mbaj mend që mund të kem qenë klas 3, klas 4, ishin sepse ka patur shumë ndjenjë adetare, shumë ndjenjë cilësore për mësimet, për këto krijimtarit, për të emetuar në shpirtin e fëmijëve dashurinë për vendlindjen, për mësuesin, dhe këto ata janë krijime tepër të ndonta xhanëm, unë i ruaj diku atje, po thjesht për një për të qeshur, pa ju ndërprer logjikën tuaj, të gjithë krijuesit nisin me këtë dashurinë, me këtë ndjenjë patriotike, do të shtysa fillestare për gjithë. Këto janë krijimet e vogla, të parat për vendlindjen, për tërbashin dhe për mësuesin. Të cilën e kam recituar një 7 mars viti 69, isha në klasë të 4 atëherë. U pëlqye, po asnjëherë që do të mirja një rrugë që drejtimi i jetës tuaj do të shkonte drejt letërsisë. Po Tirana patjetër që më çeli të tjera horizonte, kontaktet e shumta, pas Çeços, domethënë Musaraj sa kështu i flisin ata më të mëdhenjt, edhe ne kështu duke qenë patriot. Unë pata takime me idhullin tim, Dritar Gollin. Fati që, ndoshta dhe ato element që unë ju solla më përpara, nga i cili mësova shumë, nuk po futem në ato element. Koçi Petriti, profesorim dhe redaktori i këtij librit, Mërgata e Luleve, vetë studiusi dhe miku i madh, jo vetëm i Firit, por dhe i Vlorës, e gjithë shqiptarëve na Shergaçi, dhe kjo është e kuptueshme sepse ja ky libër që unë kam rastësisht në dorë tani, fjalën e parë të këtij fjalëshit metaforik Mërgata e Luleve e kam marrë gjithmonë në konsultim me profesor Nashon dhe kemi ruajtur këtë miqësi të mirë. Ai kishte bërë librin Mërgata e Kyçeve, Atromanin, ndërsa unë bëra këtë librin tjetër me poezi Mërgata e Luleve në këtë kohën e re, duke patur parasysh situatat, ngjarjet që ndodhen, ndryshimet që ndodhen, gjithmonë me sensin pozitiv, që këto lule shqiptare ikën tutje. Po e mbollën farën e tyre atje, po morën dhe nga fare atyre të evropianëve, të njerëzve që përbëjnë këtë globin e qytetëruar njerëzor, dhe prun këtu, pak e pak, ato lule që mërguan, po kthehen dhe në këtë kopshtin tonë që quhet Shqipëri, kanë filluar e mbilin to fara qytetare. Pavarësisht, gjithmonë unë më shoj tek ajo fjala që thash në fillim dhe them gjithmonë në qenien time, ure harmonisë. Pse them unë harmonisë? Qytetërimi botror, po dhe tradicionaliteti jon. Jo çdo farë që se rrit toka jon, ne do ta mbyllim këtu. Është dhe një këngë që thuhet, farën që s'është jona, toka jon se rrit. Atëherë, nuk po i them vargjet e tjera se s'kan nevojë. Mos hapemi si vajt në laka, po ama dhe kështu si në kohën më të keqe të lek Dukagjinit e më para po dhe më pas, nuk mund dhe nuk duhet jemi. Çfarë jemi ne? S'par jemi njerëz, pastaj jemi poet. Poet, çfarë është poeti? Një qytetar. Nuk jemi ne poetet e kohës Sokratit, që poeti ishte filozof, poeti ishte astronom, poeti ishte një vlerë shumë e madhe. Biles mendoj gjend, më fal, kur them poet apo shkrimtar, sikur ne një Grimcës, një Bulës hynore e atyre gigantëve, atyre viganëve që nga antikiteti e deri më sot te Baudelaire, te
autorët Eluari, tek Rembo, tek Stefan Zvajku i papërsitshëm, tek autorët bashkohor, apo tek antropologët kulturor që janë një mrekulli, tek cilët ne duhet të kthejmë tërësisht syrin e studimit ton, për të plotësuar për vete dhe pastaj të japim të tjerëve. Shkrimtar për mua, di domethënë shkrimtar, mbase nga ana lingvistike nuk funksionon, por unë mendoj se shkrimtar është një njeri që ka shkrim të art i fjalës, poezia, proza, ajo me bukura, me vlera estetike, me vlera të mrekullueshme, ku derdhen yjet e figurave, ku derdhet fjala, mendimi, ndjenja, kjo është e poezia. Fjala, mendimi, ndjenja. Një gërshetim. Një gërshetim, Disa i elementi planësh, tresh, një të vetme. sepse mua më pëlqen ky simboli tresh, gjithmonë është interesant dhe fatik. Gati si trinia e shenjtë. Pikërisht, tamam ashtu, mendimi, ndjenja dhe figuracioni përbëjmë poezinë. I kemi ne këto? Vete përsërit e ajo fjala shkrim art. Ishte Sokrati, ishte Sofokliu, ishte Euripidi, ishte Homeri, ishte Vigjili, e me radhë deri te Derada, te mjeda ynë, te Fishta, te Koliqi. Ata ishin njerëz me kulturë. Ata dinin shumë gjëra. Ne jemi me një kulturë segmentare, biles deri dhe artistike. Jemi shumë të ngushtë, më vjen keq që them, po është një vërtet, sa do bukur e mirë të flasim, kjo është një vërtet e pamoshme. Ne duhet të kulturohemi. Dëgjoj që poezia është ndjenjë. Unë shkoj e mbush me figura vargun, edhe kjo është poezia, jo i dashur. Nuk është kjo vetëm poezia. Nuk është vetëm poezia dhe viteve të Naimit, megjithse ne kemi korifeun, bilbilin e gjuhës shqipe, adetarin më të zjarë të fjalës, por jemi kohë tjetër. Pra duhen parë gjërat në hapësirën përkatëse, në kohën e dur, në komunitetin që ne jetojmë. Kështu që duhet menduar shumë kur themi unë jam poet. Do të ndjekim poezinë Kosheria e Mjaltit. Shihemi pas pak. Në ballin tënd shoh lartësinë e dinjitetit. Në sytë e tu, degët e synimit. Në gojën tënde, mjaltin e qejfit, në trupin tënd, kurorën e mbretërimit. Thinjat borake më trëndafilohet, se dashuria u jep ngjyrën e trëndafilit. Kur jemi bashk, nuk mund të zbardhullohem, dhe në mes të dhjetorit duhemi si në mes të prillit. Dhimbjet e ditës i ngjyhejnë në dashuri, të magjepsur nga parajsa bëjmë tallaze. Ëmbëlsi e eksituar na ngjit në çmenduri. E të tjerë uragan do të ndrihen më pas. Ishin këto vargjet nga poezia Kosheria e Mjaltit, por ajo që mbetet paksa sekret është dedikimi që mbart kjo poezi. Berdi, në ballin tënd shoh lartësinë e dinjitetit, thonë jo. Dhe thinjat baroke më trëndafilohen, sepse dashuria i jep atë ngjyrën e trëndafilit. Ka diçka tjetër që duhet na thuash? Po, ja unë do të them këtë. Dashuria është një ndjenjë intime, është një ndjenjë që pothuajse i përket plotësisht atij që e përjeton. Sa është vetjake, është dhe globale, është kozmike, njëkohësisht. Se
gjithçka është e ndërtuar, nis dhe përfundon me dashurinë. Unë diku kam shkruar, ndoshta edhe te ky, se këtë libër Ujku i Marsit në internet, që është e vërteta, u bë shkak nga djemtë e mi, kur ishte maturant, kërkoi një poezi ai për ta kënduar për ta festuar me atë kolektivin e shkollës Qemal Mustafa Ataturku në Skel. Edhe unë bëra një poezi ashtu, sipas koncepteve dhe ideve apo asaj ndjenjës time, nuk ma pëlqeu një herë, nuk ma pëlqeu dy herë, të herë, sa unë mora vesh atë botën e tij, psikologjinë e tij, të grupmoshës tij, dhe ndërtova një vjershës që ata i quajtën himni i maturantit. Janë ato marrëdhëniet që duhen krijuar, raportet që duhen krijuar. Lexuesi im, lexuesi yt, lexuesi ynë, është ai që thot vlen apo nuk vlen nëpërmjet pëlqimit të materialit që ti i servir atij. Diku kam shkruar, bëra marrëveshje me erën e të tjera zoç që za mu dorëzua. Në momentet e shpërthimit të ndjenjës së përgjithshme kozmike të dashurisë. Pastaj, unë e nis, si Albert, gjithçka dashuria ime është familja ime, është gruaja ime, fëmijët e mi. Unë mbase jam një filiz dashurie, pse? Dhe jam filiz e dashurisë, unë jam dhe adhetar. Pse jam adhetar? Jam se unë dua Albertin, dua familjen time, dua vendlinjen time, dua vlerën time, dua Fieri, dua Lushnjën, dua Sarandën, dua Shqipërinë, e pastaj me radhë. Kështu ne konceptoj edhe dashurinë, edhe të qenit adhetar. Çdo gjë tjetër nuk funksionon. Unë them diku, male me halle gremisim, qeshim si qershi qershori. Dhe këto vargje ja kam kushtuar përsëri gruas time. Ujku i Marsit në internet është libri që ju keni në dorë. Ujku është ajo kafsha simbolike e fortë. Marsi është muaj kur mbyllet pranve ajo stina e ftohtë e dimrit dhe qel lulja, qen pranvera, qel ajo pranvera që thot ai buku fa ikonica, apo mjeda, apo gjitha ata poetë e tjerë. Edhe atëherë ujku del sa i fuqishëm, aq i rritur dhe bën hatan. Por, pse në internet? Këmbët e urës. Qa po bën rinia sot? A din këta të dashurojnë? Si dashurojnë? Ku do vjen nesër? Si do shkojnë nesër? Nuk është kështu bota qytetare. Ti e nje, unë e njoh, mirë. Jo vetëm botën ballkanike, po edhe evropiane. Çdo gjë ka vënë saj. Ama bota e ka familjen të shenjtë. E ka të shenjtë Gentian Banaj. Nuk ka bërtham më të shenjtë në botën e qytetruar apo në botën njerëzore se sa familja. Baza, celula, bërthama e shoqërisë. Gjithçka nis dhe përfundon pa atje. Pse i kunodërmi Petramarku? Ndoshta nukli i tokës dhe nukli i jetës. Është familja, është gjithçka nukli, ajo është tamam bërthama diellore. Njerëzore e vërteta e para dhe e fundit. Shiko, dashuria është një ndjenjë vetjake, është një ndjenjë kozmike, është një ndjenjë globale. Po, s'pari dhe s'fundit është një ndjenjë e vërtet. Kush thot kundërtën gënjen, kush nuk shkruan për dashurinë, kush nuk këndon për dashurinë, është gënjeshtar, nuk është poet dhe nuk është as njeri. Kështu që ta zbukurojmë shpirtin me dashuri për veten, për atë themën që kemi, ta ndërtojmë bukur jetën, i falim nga shpirti jon, na fal nga shpirti i saj, të ndërtojmë familjen, ta mbajmë të dashuri si pemë të gjelbër përjetësisht të shëndetshme me rrënjë të thella, që quhet familje. Ndoshta është ajo që jep dhe identitetin tuaj të brendshëm poetik. Sepse përshikoj pak a shumë se si e portretizuat figurën e dashurisë, çfarë imazhi i dha asaj, çfarë figure i dha. Shiko, jo çdo poezi që bëj unë apo ti apo kushdo është përjetim konkret i një dashurie reale.
ka përgjithësinë. Si gjitha forcat jetësore që shtyn njeriu deri tani. Janë imazhe që E qartë, interesante. Por përsëri Berdi, ajo çka shoh në thot Sokrati diku, bukuria, dashuria e shpirtit zbukuron atë pjell ide. Sokrati lashti i filozofisë, ai poeti antik. Atëre, pse mos ta marrim këtë mësim dhe ne? Nuk është i keq, është i mirë. Prodhojmë dhe dashuri, prodhojmë ide, dhe për vete dhe për të tjerët. Për ta zbukuruar, për ta fisnikruar, spari qenien ton, individin ton dhe komunitetin e shkallëzuar në të cilin jetojmë e veprojmë. Bert, doja, meqense gjatë gjithë ligjëratës tuaj, që nga fillimi dhe deri tash, shikoj një përdorim të dëndur të imazhit të vjeshtës, çka do ta ndeshim edhe në poezitë e tjera, edhe në lirikën e dashurisë e shoh që do të jetë se s'bën një metaforë diku e gjethes, e trungut, e pemës, e natyrës. E shoh që është stina juaj e dashur. Ka ndonjë simbolik të veçantë? Patjetër që ka. Shiko, ne kemi fatin që jemi mezetar. Mandej kemi fatin që jemi shqiptar. Kemi fatin që jetojmë në një relief mozaik ylberor, me të 4 stinët, të dallueshme, të ndjeshme, të bukura, edhe dimrish i bukur. Pa vjeshta. Vjeshta është edhe stina e tretë e vitit, po është prodhimi. Ajo që nis në dimër, lëviz në pranverë, piqet apo parapiqet në verë, në vjeshtë. Është e tëra, e pjekur, e bërë, e matur. Ka ca ngjyra shumë të mëdha, shumë të larta. Ka rushin, ka mollën, ka pjeshkën, jo vetëm si fruta, por simbolikisht. Është e begat, vjeshta është e begat. Nuk është vetëm në përmet, në Pogradec, te Lazgushi, apo te Pajonaku, apo në Korç, te Vangjushmi, apo te Skënderuci. Është e bukur vjeshta në Firë, është e bukur vjeshta në Lorë. Nuk e parë vjeshtë më të bukur se në Tërbaq. Pse? Sepse tregon edhe simbolikisht një pjekuri moshore dhe mendimi. Pra imazhi vjen një moment që shpërndahet. Dhe në këtë emetim arrin një fazë, një stad sipër. Piqet. Vjeshtëroj edhe mendimi. Përse ta pleqnia thonë këta veriorët e kanunit të lek Dukagjinit apo të atyre kuvënde, pleqësia, parësia themi ne, pra vjeshta është parësia në jetën e individit. Po në jetën e poetit, kush nuk dëshiron që krijimtarinë e tij letrare ta ketë vjeshtë. Besoj se e mora shtresimin kuptimor dhe simbolikën e vjeshtës, ndoshta edhe mund ta besoj tashmë më shumë gjatë leximit të veprës suaj kuptimin më të gjerë të kësaj stine kaq të dashur. Do të shkëputemi për pak çaste, do të ndjekim një video të përgatitur në studiot e televizionit Apollon, një videoklip me muzikë dhe me vargjet e poetit Albert Abazi. Pas pak. Të kisha ty, ndaj isha i lumtur. Dashuria jote më bëri poet. Më ike si lot i blert në pisha, më le anije pavela në det. Të kisha më ike, të dua s'më vjen. Ri e mendoj mbytur në ngashërim, nuk di nga dhimbja e malli për ty. Piva 3 gota pikëllim.
duke fishkëllyer melodinë e këngës, mbi ball më ran ca flok rebel. Në odhën e ngusht, imazhi yt më shfaqet si ylber në Zabel. Juve jeni shfaqur përballë lexuesit shumë herë si lirik, shumë herë si historian, si monografist, por jeni shfaqur edhe si kritik, me një pjesëmarrje të gjerë mediatike kundrejt recensave, analizave letrare rreth prurjeve poetike në kohën e sotme. Doja përgjithsisht një mendim rreth poezisë sot. E dim ose relativisht të dy do të bijmë dakord për konceptin që poezia është ndarë në dy klasa të mëdha, ajo e para viteve 90 dhe kjo e pas viteve 90, kulturat, ideologjia dhe mesazhet që ajo përcjellte. Po sot, ç'mendim keni për krijimtarinë poetike sot, përgjithsisht në zërat letrare? Mendimi im për krijimtarinë e sotme letrare është përsëri i mbështetur në dy urat, në dy këmbët e urës, së harmonisë. Ura e vjetër është më qëndrueshme. Ura e re, si duket është bërë natën me shi dhe ajo masa mbajtëse qimendu e lënda tjetër rëra nuk ka zënë fort mirë. Apo ushtallarët e kanë bërë jo si në punë tyre, po si të paguar nga pronari. Dhe nga një pronari keq, jo një pronari mirë. Nga një pronari si nga ata personazhet e Balzakut, jo nga ata pronarët që janë vërtet për vete dhe për të tjerët. Poezia, letërsia e sotme në përgjithësi nuk është në rrugë të keqe. Është në rrugë të mirë. Por, të heqim paralelet. Ne jemi në Shqipëri gjithsesi, jemi banor shtetas të këtij vendi. Në përgjithësi Shqipëria është 100 vjet mbas Evropës. Apo më shumë. Në disa momente. Baudelaire që thamë që parë me lirikat moderne, e autorët e tjerë, Rimbaud, e kanë dhënë fizionominë e tyre të cilën ne akoma sot nuk e kuptojmë dot. Kemi dhe ne disa bulza të tilla të lirikës moderne. Por, përpara se të flasim me koncepte, me semantikën e tyre, ne do të kuptojmë një gjë. Ku jemi sot? Me që gjë do të shkruajmë sot? Tjetër gjë do të sot. Nuk është më lexues i viteve, as i viteve 80, as dhe i viteve 90. Jemi në Po sa i është më i kualifikuar. shumë, pse nuk në lexon lexuesin e sot? E ka fajin ai apo ne? Lexuesi ka burime të plot, të pafundme informacioni. Interneti e të tjera për 30 sekonda. Në fraksion të sekondës ai të jep informacion. Gjithmonë për një lexues të orientuar. Atëherë, dhe letërsia, unë shkruaj, ai sa mundem më jap kontributin tim. Por keq për një autor. Nuk është i mirë pritur nga ai. Edhe sikur ti të flasësh jo keq me tendencën për ta zënë atë, por duke ta orientuar atë drejt pozitives. Duke bërë një vrejtje kësaj vjeshëzës këtu, mendon se apo unë të paktën këtë natyrë kam, po bëra vrejtje për këtë vjeshtë të them gent, kjo poezia Mërgata e Luleve është ka këto të mira, po ka dhe këto defekte. Për mendimin tim gjithmonë. Ti mërzitesh. Po unë e bëj s'pari përshëndetin letrar tonin, përshëndet bukur, jo përshëndet të sakatosur. Si ato vargjet e Noli. Unë nuk mund të qesh prej zorit e të qaj prej gazit sot. Përndryshe, jam hipokriti, gënjej, por janë shumë gjëra që e kushtëzojnë mos qenin e i kritiket me fill. Isha në Kosovë në një konferencë, midis tjera pata një bisedë me profesor Emil Lafin, akademikun. Edhe i thash pikërisht të pyetje që më bën ti pak a shumë e bëra. Tha, Albert, janë dy lloj fenomenesh sot që ndodhin në këtë njerëzin ton letrare. Është kritika
profesionale dhe kritika gazetareske. Kritika profesionale i dashur miku im kërkon serioz, Po thuaj se mungon, e cila fatkeqësisht thua se mungon. Sot unë s'marr vesh ose humba betejnë në poezi. Qa po i futem kritikës, se aty që nga rrumpall, po jo më shpirt. Kritika është shkencë, bile shkencë mi tillë, kërkon që ta kapësh prej brirja të krimin letrar të X-it apo të Y-it, ti dalë zot fjalës që shkruan, jo badjava. Nuk mund të shkruhet badjava, atëherë kërkohet. Në fakt, më kujtove një detaj shumë interesant. Rugova shkruan, kritika nuk është vetëm një analizë e fatë dhe statistikore. Më shumë bëjmë rëqesë se sa... është mirëfilli një krijim letrar. Pikërisht. Pra që të bësh kritikën duhet nxjerrësh njësitë ideore, por këtë njësi ideore, kjo tërësi ideore e veprës artistike, po tjetë se nuk është e kritiku, si do të mund t'i gjej ai tek vepra që analizon. Ka një problem këtu, ndoshta në Tiranë, të paktën me sa di unë, është një deg që bëhet në vitin e 3 të studimeve të fakultetit filologjik, gjuhëletërsi, për gazetari. Por, akoma është e kërkuar, mendoj unë, që të bëhet me një grup. Nuk mund bëhen gjithë kritik, apo gjithë gazetar. Me një grup të vogël, të specializuar, edhe 5 veta. Ti ke Shqipëria sot 5 veta, që të plotësojnë një për tyre me shkencën e kritikës letrare, të dinë ata si funksionon, si ndërtohet letërsia, si lënd, e pastaj të merren me analizën e saj, me matematizimin e saj, me shkencëzimin e poezisë, të prozës letrare artistike. Pra, kritike letrare për mua është shkencë eksakte sikurse matematika, sikurse fizika, është shkencë eksakte, pavarësisht se futet e shkencat humane. Atëherë, si do vej kjo punë, është e dhëmshme, por duhet një zgjidhje e mirë në këtë drejtim, që edhe lexuesi të orientohet, ose të mos në varë fare, si po bën, por s'pari poeti të orientohet. Po, ka nevojë për një dritje shqile, ka nevojë për një orientim drejt asaj që duhet të jetë vetëm pozitivitet estetik. Nuk është vetëm prurje por estetike. duhet mendimi. Mendimi formohet duke studiuar. Sa nga ne din të merrem me letërsinë e krahasuar. Ne na duket unë s'kam më, po jo më shpirt. Jo, ne jemi një pjesë shumë e cunguar. Një pjesë shumë e cunguar vërtet. Me atë, ditë më të mira pas kësaj vini. E di që autori nuk i ndan dot poezitë sepse i ka si fëmijët, në një kuptim figurativ. Do doja të më jepni një strofë nga poezia juaj e preferuar përpara se të përshëndesim dhe të arrijmë në çastet e fundit të këtij emisioni. Gjithë secili autor besoj se ka një poezi që e ka dobësinë e tij. Ose ky është mendimi im. Një strofë apo një poezi? Një strofë, një poezi, çfarë do të tingëllonte ty më shumë? Mirë. Unë këtë do marr. Dashnor i poezisë së vesuar. Në fakt, kjo ka një kushtim për Ali Aslanin, po kjo është dhe për Lazgushin, është për gjithë ata që janë qiliz e kësaj pjellë hynore. Lirika e ëmbël e Aslan Aliut, kristalin e ëmbël si zemër e njeriut. E si lule zambaku plake i bukur, me vargje meraku, sherbet gjyrë purpur. Më del si menduar si profet, me shpuz, por si prush pralli, më ndjek thjellët qiell prilli, princ në mbretërinë e mallit. Dashnori pa epur elegant, i poezisë vesuar, ti je adetari bilant, Shën Valentinas i rigjuar. Eja burridheut, o dhe ëmbëlsuar, eja pak thehu, sa për të takuar.
Eja se kanë ardhur Serembja dhe Mjeda, dritëroi plakur me një godë të dera. Te port e Pantonit letrar, Azem shkreli Lazgushin pret. Leje nga Pegasi kanë marrë, ta pastrojnë qili nga ret. Te port e Panteonit letrar, Koçi Petriti me balada, trëndafil, lirikat e majt, i mbjell në lulishten për para, eja gjali, takohu me miqt. Pastaj, ti e di, shpërfillit të liqt, eja dhe gostiti, vet nga dora jote, me lirika, shpirti, por si mjalë të zoge. Berdi, në fakt edhe ju jeni një interpretues shumë i mirë dhe e shoh që u emocionuat gjatë leximit për këtë apologji, pothuajse të gjithë poetëve dhe penave më të shuara të letërsisë shqipe. Të nderuar shikues, ishim në studio me poetin Albert Abazi për një bisedë poetike. Duke shpresuar t'ju kemi kënaqur dhe të kemi përcjellë tek ju emocionin poetik. Falenderojmë poetin Albert Abazi që ishte në studio me ne. Berti, faleminderit. Miru pafshin në emisionin e ardhshëm.